Trama apo jo, dhe më jep edhe një koment. Ti ishe për rizgjedhjen e zotit Berisha në krye PD-s me gjithë të situatë? Njeriu e zgjedh se çfarë do të jetë, nuk është si dukesh, a dukesh e kundërta apo njeriu zgjedh sjellja politike përcakton atë që je dhe atë që do të bësh. Unë mendoj që ai është lider historik. E kam thënë publikisht. Është një atribut që e ka, nuk është se sikur të vendoste të mos dilte fare nga shtëpia, absolutisht që gjithë demokratët do shkonin për mendim të ai, do e takonin, do e respektonin sa t'ishte gjallë. Si që bën 2013-2020. Nuk ja priste njëri qefin. Do të rish kryet PD-s rri, do të rish në shtëpi rri, ku do të dojë ai është lider historik i PD-s dhe këtë atribut nuk ja heq dot njëri. Mendimin i artikuluar publikisht paktën prej 2 vitesh. Të duhet të zgjidhte ekipin qeverisës. Kandidat për kryeministër, për kushtet që ka Shqipëria. Kandidat për kryeministër. Një njeri pro-amerikan, se na duhet mbështetja e SBA-ve në këtë moment delikat geopolitik që po kalon rajoni dhe bota, dhe një ekip njerëzish të cilët nuk t'i kap njeri për xhakete. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nga 2013 kur ne eram në opozit, shtresat filluan të shtyjnë njëra tjetrën. Ish ministrat nuk ikën. Erdhi i palë që ishte poshtë tyre donte të vajë vendin e vet nuk iku. Një palë tjetër e provoi zoti Basha, një palë tjetër e provon koha, dhe aty u bën një mishmash për shkak mungesës qarkullimit të elitave. Ky është problemi i PD-s, që nuk di t'i thot dikujt bollo zotri. Tani do vi arbri. Dhe të ketë një sistem qartë të qarkullimit të elitave, të sistemit karrierës, nuk ekziston kjo. As sot. Sot është hajde se të kemi gjetë një vajzë mirë në Bruxelles. Po nuk, më falë, kemi një djalë mirë nga Londra, i shkëlqyer, si zoti Basha nga Hollanda. Ky është një model që është model personal. Unë të ftoj ty, se unë jam këtu dhe hajde. S'ka rëndësi se këta tjerët i kam këtu, hajde ti. Pa përvojë. Po pse këtë punë ka bërë Rama? Me ministra, ndro ministra, lej 2 vjet, hiqë... Ja mësojë nga një foto me 100 gjemari. Veri pak. Dhe Gallatagji, si do mullohet halli që ky nuk ka para për pensionet? Duke bërë gallat, duke bërë tati, ke pa parlament sa banalian. Pse kjo është politika në Shqipëri? Kjo është për turp, prandaj refuzojnë njerëzit. Ndërkohë në PD duhet kishe të kundërtën e saj. Duhet kishe një sistem karriere. Duhet kishe një sistem karriere të qartë për njerëzit. Dhe ata që vinë nga jashtë, hapja, duhet vinë nga jashtë, por duhet japin ca provë. Se neokracia në vetë, shpikja e kësaj tezës, ti zhdukim këta të vjetrit të sillin ca të rinj, çunjeri ishte Enver Hoxha, mojnë qaf 50 vjet vendin. Çunjeri Laleri, e zhduku inceneratorin. 800.000 euro rroba gruas. Edhe me kemi gramë, se jam lëndër. Kupton? Kështu që problemi kush është? Problemi është që nuk ke një sistem të qartë promovimit njerëzve. Ne na duhen të rinj, po të rinj provuar, që kanë pas pushtet, ja, nuk na kanë trastuar, po përse zoti Berisha nuk i bën të arrogant. S'do më, të shita detyrojnë me 2 studio. S'do ai ti bëj. Pse me të mirë? Mendon që nuk do të fitoj. Mendon që nuk i diej këtë që flasim ne, po i dihesh më mençur se ne 2, se ka më shumë provuar. Po pse nuk i bën? Ajo është çështja e tij. Thash njeriu zgjedh. Dhe përmes sjelljes politike duhet të çfarë do të bësh. Në krye PD-s apo jo zoti Berisha? Ka shërbyer si faktor bashkimi dhe bashkëpunimi njerëzish të cilët kushtet e tjera s'do jepnin dorë njëri tjetrit. Dakor? Dhe unë mendoj që ai edhe po iku do jetë president deri. Kjo nuk ka diskutim. Roli i tij në Partinë Demokratike është gjigant. Do i vjen shtator apo do? Masat e tij janë shumë të mëdha, thash por ka zgjedhur ta mbylli vetëm në një parti vogël. Nuk e zë kjo parti Berisha. Se nuk e ndjekin dot ta në ritmin e vet. Problemi është logjika politike. Logjikën politike në këtë moment, unë vlla nuk ja kuptoj dot. Nuk di çfarë po bën. Më vjen keq, por nuk e kam idenë se çfarë po bën. Duke patur parasysh se dhe e di si që dim ne, se çfarë po vjen në vjesht. Do veproj drejtësia, mos kujtoni që Belinda nda ka tendera me SMS-ve, do ja hedhi kjo. E kanë shtyr fundin e tranzicionit politik përmes fazëve me para, aty ku do vitën, por nuk e heqin dot. Thash, treni që po vjen nuk ka frena, do t'i marrë përpara ata që kanë vendosur t'i rrinë përballë. Ajo sot Belinda Balluku thua tjetër? Fundi politik i tranzicionit vjen me Edi Ramën. Belinda është pasojë e rrezikshme, mafioze, por nuk
Nuk është shteti Belindës, pavarësisht se ka pushtet madh. Absolutisht. E njëjta gjë që do të thosha unë, nuk është Flamur Noka, po është Zoti Berisha. Unë në dash përgjigjen time, edhe po mos digje faturën e mbanaj. Patjetër. Kështu që çënci ka ide apo se Sander, ti në shtator unë mendoj që Shqipëria ka nevojë tashmë, se farim ta thash, unë kam një defekt, jam avangard, i them gjërat shumë herët. Kam kërkuar për një vit e gjysmë, 2 vitesh qeveri teknike, qeveri besimi, e cila të bëj vetëm një punë arbër, të përgatis terrenin për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Si përgatitet terreni? Unë isha kandidat në listën e hapur. Më vinte anonimja në zonë dhe blinte 200 euro votën kandidate e Partisë Socialiste. Më rrof mua programi ekonomik, më rroft komunikimi me njerëzit, e çdo lloj gjëje tjetër. Është e pakonkurrueshme. Më vinte kandidatja tjetër e partisë time suportuar nga X oligark. Se tash o do jesh me krimin o me oligarkët. Se këta e dominojnë. Dhe njerëzit kur thonë lista 100% hapura, nuk din se çfarë ka pas kjo punë. Listat e hapura nuk nxjerrin më të mirët. Po të vesh Vaçezelen, të ndjerën Vaçezela që është elite e këngës në Shqipëri, me një nga këto palaço që tundet më shumë se sa këndon, fiton ajo që tundet, se e tillë është ndërtuar sistemi i votimit në Shqipëri. Këtë po thënë. Në këtë kontekst, pa u goditur krimi organizuar, që administron para, pa u goditur këta bankomatet e politikanëve që quhen oligark, bankomat politikanësh janë, përdorues janë, prestanome janë, ta dish, këtu lista e hapur do të provoj një atë që se dhe në media. E kupton? Prandaj listat e hapura funksionojnë vetëm kur ke zhdukur para nga qarkullimi. A mund bëjmë një qeveri pro-amerikane, pro-europiane, e cila të bjeri kokës këtyre? Dhe të ndaloj këtë fenomen? Unë them po. Për një vit, po të kesh ca ministra, unë nuk kam aspirat, po si unë e si ju, për 5 minuta u avëm pra nga durë këtyre qelpsirave. 5 minuta. Mos kujto se janë të forta. Këta janë të fortë sepse sistemi i ka mbajtur të fortë. Sa të ju bjeri sistemi, këta nuk ishe janë mini. Unë garantoj që për 3 minuta në cilin do rreth problematik Shqipërisë, sillet rende qetësia. Do vullnet politik kjo punë. Në munges vullnetit, ata dalin me pistoleta, me Altin Shkodër, me makinat blinduara, e vetë tjetrën, këtë se ka policia, ti po mbajte një biçak, 20 vjet burgbën. Kjo është pa, nuk është janë të fortë këta. Këta janë thjesht qelpsira. E njëjta gjë në Vlorë, e njëjta gjë në Elbasan, e më radhë. Kështu bëjnë edhe oligarkët. Mund bëjnë krime ata, mund bëjnë kontrabandra, mund bëjnë çuditëra, mund vjedhin prona private dhe publike, se janë të fortë ata. Të ndroj qeveria mja se shikoj ku i ke këta. Kjo është ajo që i duhet vendit. Qeveri besimi, e cila të administrojnë një palë zgjedhje normale, shikojeni pastaj se kush fiton, shikojeni se çfarë politike do keni dhe mbesoni ky vend do të ndryshojë. Nga shtatori pas, Shqipëria do të ndryshojë, Shqipëria do të jetë një vend serioz me institucione të lira, një vend i cili nuk do ketë bëjë më me këtë kulturë banale tranzicioni që e ka nxjerr nga rruga e saj normale dhe e ka larguar drejt anadolizmit të viteve 1870-1880, kur kishte kapur kulmin e degradimit vetë Perandoria Osmane. Debati jonë, shtatori nuk është larg. Lisandër, faleminderit shumë. Faleminderit. Nëse që të kisha. Ndërkohë, erdhëm në fund të këtij episodi, bëni subscribe, jepni komentet tuaja, ne do të shkojmë në episodin e radhës.